Prej Liris Prizrenit deri te Pirati Majorkës. Vedat Muriqi nuk ardh prej një akademie luksoze. Ai ka nis futbollin në Kosovë te liria e Prizrenit, pa zhurmë, pa favore, veç punë dhe sakrificë. Hapi i parë jashtë vendit vjen në Shqipëri, te Teuta e Durrësit, pastaj te Besa Kavajës. E aty u po qartë që ky sulmus nuk dorëzohet lehtë. Rruga vazhdon në Turqi ku Muriqi u ka letë si futbollist. Fizik, luftarak, gjithmonë i gatshëm u përplas për ekipin. E kulmi vjen te Fenerbahçe, një klub gjigant, presion ekstrem, po Vedati nuk u thy, edhe u bo lider shumë i dashur nga tifozët. Pastaj Italia te Lazio. Një prej ligave më të vështira taktike e ai prap nuk u fsheh e dha maksimumin. Sot Majorka, edhe aty Vedat Muriqi thirret El Pirata. Ai lufton për çdo top, çdo duel. Tifozët e dojnë, e brorasin edhe e respektojnë. E njëjtë është edhe me kombëtarën e Kosovës. Kur e vesh fanellën e Kosovës, Vedat Muriqi nuk kursen asnjë sen. Luan me zemër, me përgjegjësi edhe me krenari. Luan për flamur, për shtet e për njerëz. E këtu e ka fituar respektin që nuk fitohet nga fama. Ky është rrugtimi ndërtuar me karakter e jo me fat. E a menoni ju se Vedati ka arrit kulminacionin e tij apo mundë me prit edhe në lëvizje tjetër? Për më shumë video si kjo, follow Urban FM, subscribe në YouTube.